Në një kohë kur çmimet e benzinës dhe naftës në Greqi kishin arritur rreth 2.1 euro për litër në qytetet e mëdha dhe edhe më të larta në zonat periferike apo ishuj, qeveria greke ka shpallur një paketë të re masash për të përballuar rritjen e vazhdueshme të ndikuar nga tensionet dhe konflikti në lindjen e mesme. Ndërkohë, vetëm 2 ditë më parë, edhe Italia ndërmori një hap të ngjashëm duke ulur çmimin e karburanteve në përpjekje për të lehtësuar barrën mbi qytetarët. Përmes një mesazhi televiziv, kryeministri Kyriakos Mitsotakis prezantoi 4 ndërhyrje kryesore që do të zbatohen gjatë muajve prill dhe maj me një kosto totale prej rreth 300 milion euro. Objektivi kryesor i kësaj pakete është mbrojtja e familjeve dhe ekonomisë nga rritja e fortë e çmimeve. Masa më e rëndësishme është subvencionimi i naftës për automjetet, ku shteti do të mbulojë 16 cent për litër në rrjetin e shpërndarjes, duke sjellë një ulje përfundimtare prej rreth 20 cent për litër për konsumatorët. Paralelisht, do të rikthehet edhe karta digjitale e karburantit, një skemë e përdorur edhe në fillim të luftës në Ukrainë. Kjo kartë do të mund të përdoret në pikat e furnizimit me karburant, si dhe në transportin publik dhe taksi, duke ofruar një mbështetje mesatare prej 36 cent për litër. Për një konsum tipik mujor prej 70 litrash, kjo përkthehet në rreth 50 euro për 2 muaj për banorët e Greqisë kontinentale dhe deri në 60 euro për ata në ishuj. Kriteret për përfitimin e saj do të zgjerohen, me synimin për të përfshirë rreth 3 në 4 milion pronar automjetesh. Paketa përfshin gjithashtu mbështetje për sektorin bujqësor, përmes subvencionimit me 15% të kostos së plehrave kimike, si dhe masa për kompanitë e transportit detar, të cilat do të kompensohen me kusht që të ruajnë çmimet e biletave në nivelet e vitit të kaluar. Qeveria greke thekson se financimi i kësaj pakete do të vijë nga buxheti i shtetit dhe nga taksimi i fitimeve të operatorëve të lojrave online, ndërsa paralajmëron se do të mbajë rezerva financiare në rast të një përkeqësimi të mëtejshëm të situatës ekonomike globale.